Ato janë raste ku përjetohet dhimbje e dyfisht. Agjithaçi ka përjetuar dhimbje, ka ndarë dhimbje me familje të dëshmorëve, me familje të luftarëve. Dhe Agjithaçi i takon asaj plejade, asaj gjenerate të cilët përpara kanë pyet si kemi djemt, si janë djemt, a janë mirë djemt, dhe nuk kanë pyet për emra të përvetshëm, sepse nuk i kanë ndarë fëmijën e tyre nga shokët e tyre, nga bashkëluftarët e tyre. Kështu ka ndodhur edhe me familjet e të burgosurve. Kanë pyet për të gjithë, sepse të gjithë i kanë trajtuar njësoj, bi të nënave, bi të baballarëve. Babai Hashimit është heroj i heshtur, ashtu siç janë heroj të heshtur të gjithë ata prindër, nëna e baballar, për të gjithë ata luftarë që kanë ra, për të gjithë ata njerëz të cilët kanë sakrifikuar që Kosova sot të jetë e lirë, po të jetë e lirë me të gjithë bijtë e vet. Sepse Hashim Thaçi bashkë me shok, asgjë të keq që njerëzimit nuk i sollën. I sollën lirinë popullit të vet dhe padrejtisht po mbahen në Hagë, dhe unë jam shumë i bindur që liria do fitoj dhe drejtësia do fitohet, do vendoset në vend. Unë jam shumë i bindur që Hashim Thaçi bashkë me të gjithë shokët ande që janë, do të jenë të lirë në Kosovën e lirë. Tani, familjet të cilat kanë sakrifikuar, akoma do sakrifikohen edhe në të ardhmen. Kështu e kam patur fatin, po e rëndësishme është që populli i nderon, populli i çmon. Kjo është mbi të gjitha. Kur populli të çmon dhe të nderon, sakrificat që bëhen edhe ja vlejnë.